Ecja me biçikletë në rrugë. Ju nuk jeni vetëm. Ka shumë njerëz në rrugë. Njerëzit në makina, në biçikleta. Njerëz që ecin përreth. Disa njerëz ecin ngadalë, disa njerëz ecin shpejt. Disa njerëz duan të kthehen majtas dhe të tjerë duan të kthehen djathtas. Për të siguruar që të gjithë janë të sigurt, ne kemi rregulla. Sigurohuni që t'i dini mirë rregullat para se të filloni të ecni me biçikletë në rrugë. A i dini tabelat rrugore dhe rregullat e qarkullimit për ciklistët? Tani mund të mësoni ta ngisni biçikletën në rrugë. Unë gjithmonë shikoj me kujdes makinat, ciklistët dhe këmbësorët. Tabelat rrugore, semaforët, makinat dhe ciklistët pas. Dëgjoni gjithashtu. Ju dëgjoni ciklistët, një zile biçiklete, një ambulancë. Asnjëherë mos e ngisni biçikletën ndërsa dëgjoni muzikë. Është ndaluar të bëni telefonat ose të shkruani mesazhe ndërsa jeni duke ngar biçikletën. Nëse policia ju sheh duke bërë këtë, ju duhet të paguani gjobë. Gjithmonë ecni me biçikletë në anën e djathtë të rrugës. Gjithashtu në korsitë e biçikletave. Kjo do të thotë që ciklistët e tjerë mund t'ju parakalojnë. Edhe në një korsi biçikletash me 2 drejtime, ju duhet ta ngisni biçikletën në anën e djathtë të rrugës. Kjo lë hapësirë për ciklistët që vijnë nga drejtimi tjetër. Nëse dëshironi të ktheheni djathtas, bëni një kthes të vogël. Pastaj do të qëndroni në anën e djathtë të rrugës. Nëse dëshironi të ktheheni majtas, bëni një kthes të madhe. Pastaj do të përfundoni në anën e djathtë të rrugës. Dëshironi të parakaloni dikë? Ngjiteni biçikletën në anën e majtë të personit. Parakaloni në anën e rrugës, jo në anën e shtegut të ecjes. Para se të parakaloni dikë, shikoni pas jush për të siguruar që askush nuk po vjen. Ju gjithashtu mund t'i bini ziles. Kjo do t'i tregoj ciklistit që keni përpara se dëshironi ta parakaloni. A ka një makinë apo ndonjë objekt tjetër në rrugë? Shikoni pas jush për të siguruar që askush nuk po vjen. Shikoni mirë edhe para jush. Prioritet kanë njerëzit që vijnë nga ana e kundërt. Nxirreni krahun për të treguar se ku po shkoni. Atëherë njerëzit e tjerë e dinë se çfarë do të bëni. Nëse nuk keni nevojë t'u tregoni njerëzve se ku po shkoni, sigurohuni që të mbani gjithmonë 2 duart në timon gjatë ngarjes së biçikletës. Nuk lejohet ta ngisni biçikletën pa duar. Në qendër të komunës mund ta ngisni biçikletën pranë një ciklisti tjetër, por nuk lejohen 3 ose më shumë ciklistë pranë njëri tjetrit. As në një rrugë për ciklist.